Margaritar nga surja Jusuf. Allahu I lartësuar I dhuroi Jusufit gjysmën e bukurisë, e megjithatë nuk e ka lavdëruar asnjëherë në Kur'an se ai është I bukur, por se lavdëroi për moralin që posedonte dhe se ishte prej besimtarëve. Atëherë dije se ti vlerësohesh me moralin që mban dhe jo me famën që posedon. Bukuria ishte shkaku që e futi Jusufin në burg, ndërsa dituria e nxorri atë prej tij. Jo vetëm kaq, por e bëri atë guvernator të depove më të mëdha të kohës. Nuk e vlerësoi rolin e bukurisë, por nuk e krahasoi kurrë atë me rolin e dijes. Dhe ata I erdhën babait në mbrëmje duke qarë, në kulmin e errësirës, në mënyrë që të mos kishte mundësi të shihet e fytyrat e kështu të zbulonte gënjeshtrën e tyre. Ndaj, mos u mashtro me lotët e atij që qanë para teje, se ka shumë mizorë që fshehin mizorinë e tyre me lotët që derrin. Do të bëj durim. Allahu t'i kërkoj ndihmë nga ajo që po tregoni ju. Ky ishte shembulli I Jakubit kur u sprovua. Ndaj sprova vetëm se e shtoi edhe më tepër durimin. E njëjta gjë ndodh edhe me të devotshmit, të cilëve sprova nuk u shton vetëm se shkëlqimin. Dhe erdhi një karvan të cilët dërguan ujëmbarësin e vet. Erdhi karvani I rrugëzjedhjes që ta nxirrte Jusufin nga errësira e pusit. O ti që të ka zënë trishtimi, dije se karvani I rrugëzjedhjes do të vijë shumë shpejt edhe tek ty. Ata e shitën Jusufin me një çmim shumë të ulët, veç disa grosh pa patur asnjë lakmi për të. Ndërkohë që ai ishte fisnik I biri fisnikut, profet I biri profetit. Babai I tij, Jakubi, ishte profet, gjyshi Ishaku ishte profet, stërgjyshi Ibrahimi profet. Atëherë, mos u bregos nëse njerëzit nuk e njohin vlerën tënde. Veç disa grosh pa patur asnjë lakmi për të. Ky ishte çmimi që ata vendosen për një profet, birin e profetit, nipin e profetit, stërnipin e profetit. Megjithatë, ky vlerësim nuk ndryshoi asgjë në personalitetin e Jusufit. Të jesh I sigurt se realitetin tënd nuk mund ta ndryshojnë vlerësimi që njerëzit kanë kashiteje. Ajo I mbylli të gjitha dyert dhe I tha: "Jam e gatshme për ty. Në ekranin tënd dhe çdo aparat që posedon, sprova e efshit të thotë: Eja, se jam e jote. Por le të jetë përgjigje jote ashtu siç u përgjigj dhe Jusufi alayhis salam. Allahu më ruajt dhe të jesh I bindur se Allahu do të ruaj." Sikur të mos kishte parë provën e Zotit të vet. Kjo është drita e besimit të cilën Allahu e hodhi në zemrën e Jusufit, e kështu ta largonte atë nga e keqja. Atëherë kontrolloj her pas herë besimin tënd, sepse ai të ruan dhe të largon nga rënien e gjunahe dhe vepra e shëmtuar. Kështu e larguam atë nga e keqja dhe vepra e shëmtuar, sepse vërtet ai ishte nga robi tan të sinqert. Atëherë dije se sinqeriteti të bën të jesh I lirë dhe të ruan nga rënja në sprova. Disa gra të qytetit po thonin: "Gruaja e ministrit deshi ta josh shërbëtorin e saj." Kështu janë njerëzit e sëmurë, të cilët bëhen energjik në përhapjen e të tilla lajmeve, duke mos ju interesuar prishja e opinionit të tjerëve apo dëmtimin e tyre. Elus Allahun të na ruajë nga njerëz të tillë. Dy të burgosurit thanë për Jusufin: "Ne me të vërtet shohim se ti je njeri I mirë." Kjo për faktin se Jusufi u kishte bërë thirrje atyre me moralin para se t'i bënte thirrjen e fjalës e tij. Kështu duhet të jenë thirrsat. Ata duhet të jenë shembull me moralin e tyre para se të jenë shembull me fjalët që thonë. Dhe mbreti tha: "Unë shoh në ëndër 7 lopë të majme të cilat hanë 7 lopë të thata." Mbreti përdori shprehje shoh, e cila tregon për vazhdueshmëri dhe shqetësim. Ndaj, nëse ëndra të përsëritet në mënyrë të vazhdueshme, mos e neglizho atë. Këshilltarët e mbretit thanë: "Këto janë ëndra të ngataruara." Vallë, çfarë do të kishte ndodhur nëse mbreti do t'i kishte dëgjuar ata? A do të kishin shpëtuar vallë egjiptasit nga uria dhe katastrofa ekonomike? Vërtet,
është sukses në Allahu që i pari shtetit të ketë këshilltar të drejtë dhe të sinqertë. Shoku i burgut pasi doli prej tij e harroi për disa vite porosin që i dha Jusufi. Më pas vjen dhe e pyet: Jusuf, o ti besnik, tregona për çështjen e lopëve. Jusufi e shpjegoi shqetësimin dhe nuk e qortoi qoftë edhe në një fjalë të vetme pse ai kishte harruar çështjen e tij. Jusuf, o ti besnik, tregona për çështjen e lopëve. Këtu ai vuri re se vendi ishte në rrezik, ndaj dhe nuk mjaftua thjesht me komentin e ëndrrës, por se dha zgjedhje dhe mënyra se si ta tejkalonin këtë fatësirë e cila mund të shkatërronte vendin. Jusuf, o ti besnik, tregona për çështjen e lopëve. Jusufi nuk u tregua egoist, madje nuk kërkoi as takim me mbretin, apo të kërkonte lirimin e tij. Me pak fjalë, nuk pa në interesat e tij personale, përkundrazi, pa në interesin e përgjithshëm, ndaj dhe dha sugjerimin e tij me të cilin shpëtoi vendin. Kur Jusufi i erdhi i dërguar i mbretit për ta liruar, i tha: "Ktheu ke mbretit", dhe pyete: "Ç'patën ato gra që pren duart?" Jusufi, edhe pse u akuzua rrejshëm nga gruaja e pronarit, ai sërish nuk e zbuloi emrin e saj, dhe as veprën që ajo kishte bërë, ndaj dhe ajo e ndjeu veten të detyruar të pranonte duke pohuar: "Tani do të dalë në sheshe vërteta, unë nuk përpoqe që ta joshë atë, ai është vërtet një njeri i drejtë." Jusufi, kur pranoi postin, pohoi se ai ishte ruajtës i mirë i gjërave dhe i ditur. Nuk i tha mbretit se ishte djalë profeti, se ishte orator apo bojar, sepse drejtimi i çështjeve të shtetit ka nevojë për besnikëri dhe dije.